A do të jemi sinqert, sepse Sazanin edhe qeveria ime e ka ofruar. Po pra e keni ofruar, por Po, e se kam e keni ofruar. ofruar falas, Jo, si në këtë jo, rast. e kemi ofruar. Shiko tani, unë nuk mund të jem nga që jam. E kemi ofruar se nuk është kaq në vlerës, paktën në kohën kur ne kemi bërë vlerësimin, ai ka qenë një ishull as pak i lakmueshëm, e ka ofruar, prisi një minutë. E ofroi Fatos Nano para meje, tani. Ka ishullin e vetë. Pristin pra. E ofroi Fatos Nano para meje, e ofrova unë ra kriza. Miku të shquar të kombit shqiptar, Silvio Berlusconi. Jo, e pranoj. E pranoj dhe bëri projektin. Bëri projekt shumë të mirë. Shumë të mirë, por erdhi kriza financiare. Aty janë dokumentat, nuk mund të them që jo. Pra, e ofruam, pse nuk është i lehtë për të zhvilluar, të themi atë që është. Nuk është i lehtë për të zhvilluar. Do më ndonë, tani fondet janë shumë të mëdhaja, sepse sipas asaj që kam dëgjuar janë 2 miliard euro të fondit sovran arab, mos gaboj, dhe në qoftë se bëhet, unë nuk kam kundërshtim, e them haptas, sepse Sazanin Çfarë marrin shqiptarët, se kjo është pyetja që i bëjmë kryeministrit Sazanin tani një njeri që po të thotë të vërtetën ty. Një njeri që po Sazanin e ka ofruar Fatos Nano, Sazanin e ka ofruar Sali Berisha dhe janë bërë projektet nga indjeri Silvio Berlusconi. Sazanin e ofroi ky dhe Sazanin ky gjeti Jared Kushner, i cili erdhi me një fond shumë të madh, por çfarë bëri ky? Në qoftë se marrëveshja ishte që ta firmoste pas zgjedhjes së presidentit Trump, ky mashtroi. Ky nuk e firmosi para zgjedhjes presidentit.